Arsimi, Inventari I lekëve në Bankën e Shqipërisë bëhej në mënyrë selektive sipas kërkesës së një auditi të jashtëm. Ky inventar kryhej vetëm një herë në vit dhe merrte firmën e drejtuesve të Bankës së Shqipërisë. Kjo ka qenë dëshmia e ekonomistit Medih Marku, një nga 7 të arrestuarit së fundmi për vjedhje në Bankën e Shqipërisë. Ajo është bërë publike nga avokati I tij Qazim Gjoni, pasi të arrestuarit dolën këtë të diel para trupit gjykues për masën e sigurisë. Në vitin 2012 kanë kryer inventarizimin, bashkë me këtë grupin e inventarizimit ka qenë edhe një përfaqësues I jashtëm, I cili ka qenë audit I caktuar, I zgjedhur nga banka dhe inventarizimi bëhej në bank, është bërë në bank me përzgjedhje. Ata kanë kryer inventarizimin atyre kutive të përzgjedhura dhe në ato kuti të përzgjedhura dhe të inventarizuar nuk ka pasur diferenca. Inventaret e tyre janë kontrolluar nga zëvendës guvernatori I bankës sipas ligjit. Të 7 arrestuarit bënin pjesë në grupin e inventarizimit të kartmonedhave në Thesar. Edhe pse janë cilësuar pjesë e këtij grupi, arrestimet kanë zbritur deri në nivel elektricisti dhe hidrauliku. Sipas një prej avokatëve të tyre, kjo ka ndodhur pasi ata janë konsideruar si persona që kishin të drejtë të hynin në vende të sigurisë së lartë ku ruhej Thesari. Por avokati Gjoni shkon më tej me deklaratën e tij, kur pohon se po arrestohen vetëm punonjës të niveleve të ulta, edhe pse procesverbalet kalonin me firmë të shefave të tyre. Shtetasi që akuzohet se ka kryer vjedhjen, pretendon se ka realizuar këtë vjedhje pas gjatë viteve 2012 në vazhdim, por ky është një fakt që duhet marrë me dyshim, sepse nuk dihet se kur ka ndodhur kjo vjedhje, ku është kryer kjo vjedhje. Nëse është kryer jashtë banka apo brenda bankës, ai po mbron vetveten e tij, mundet edhe ndonjë bashkëpunëtor. Prokuroria ka kërkuar për Mehdi Mollën, Mehdi Markun, Gentian Jahjen, Baria Lushin, Ilir Dedën, Fatbardha Gurtin dhe Emiliano Lamçën arrest me burg. Ka shkruar kështu në 17 numri I personave të arrestuar për vjedhjen e 713 milion lekëve në Bankën e Shqipërisë. Ndërkohë, prokuroria vijon hetimet për të zbardhur ngjarjen që u cilësua skandali më I madh për cënimin e sigurisë në një institucion siç është Banka e Shqipërisë.